Fatkeqësisht jemi në prag të një krize të re dhe më të thellë të energjisë elektrike, kur nga disa tregtar, po ashtu të lidhur ngushtë me partinë në pushtet, të cilët kanë filluar të rrisin dhe çmimet e naftës. Është e pashmangshme që të flas edhe për krizën ose në gjendjen që e kemi në sektorin e energjisë elektrike. Pra, siç duket, sipas informacioneve qoftë raportuara nga mediat, qoftë nga institucionet e këtij sektorit të energjisë, qofshin ato private apo publike si KK-Kost ose private si Kesko, jemi dëshmitarë të një komunikimi të fundit të vetë Keskos, që deklaron që vetëm njësia A3 ose bloku A3 po prodhon 110 MW energji elektrike. Në rrethana normale do duhej që të kishim një prodhim vendor të energjisë elektrike mbi 800 MW. Kapacitet mbi 800 MW, për momentin kemi vetëm 110, pra shumica dërmuese e energjisë që konsumohet nga qytetarët dhe bizneset e Kosovës po importohet dhe natyrisht që kjo importohet me shumë fishmi më të lartë se sa prodhimi vendor. Më lejoni të rikujtoj edhe një herë qytetarët e Kosovës që lëvizja vetvendosje vazhdimisht ka kundërshtuar ngritjen e kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë vendore. Pra po flas konkretisht për projektin Kosova e Re, të cilin e ka kundërshtuar vazhdimisht. Fatkeqësisht jemi në prag të një krize të re dhe më të thellë të energjisë elektrike, ku prodhimi vendor ka kolapsuar dhe po shkojmë drejt varësisë së plot nga importi i energjisë elektrike. Kemi parë dhe shenjat e para të keqpërdorimit të luftës ose konfliktit në mes të Izraelit dhe Iranit nga tregtarë, nga disa tregtarë, po ashtu të lidhur ngushtë me partinë në pushtet, të cilët kanë filluar të rrisin dhe çmimet e naftës ditëve të fundit. Duket se jemi po ashtu në prag të një rritje enorme të çmimeve të naftës, të keqpërdorur nga disa tregtarë të naftës të ngushtë ose me lidhje të ngushtë me partinë në pushtet. Qofse zoti Kurti për vete për të bërë kryeministër i pas ka 61 vota, pse nuk i ka 61 vota për zgjedhur Arbulena Haxhiun kryeparlamentare? Pra shihet qartazisht që është një lojë, është një skemë e bllokimit të themelimit të institucioneve nga vetvendosja dhe nga zoti Kurti për të mos themeluar kuvendin, për mos konstituar kuvendin e Kosovës.